vlezën, shtunën, dilën, edhe gjumon, duke se e kena pushim, a? A e kemi pushim ajo? Atë hanë, se i kom të lashit ditë. A pse e kena pushim? Sa veli gden. A qështu ajo? Po. E tash, na duhet me ditë edhe na, pse veli gdeni edhe pse disa njerëz i folin për Isën a.s. shka mos. E na si musliman shka duhet me fol? Ha? Ka komplet sure, komplet ajete shka folin për Isën a.s. Edhe na si musliman duhet me ditë ato. Inshallah Zoti na uzon ka hajri edhe ka e mira. Ajo shka shumë me rëndësi, shumë me rëndësi. Ka në hadithin të cilën e transmeton Abdullah ibn Samit. Ki sahabia e ka ngu pejgamberin alayhis salam duke thonë një sen. Men shahide an la ilaha illa Allah. Kush dëshmon që s'ka zot tjetër përveç Allahut. Na Zotin e kena këta në dëshmi, në shahadet. Kush dëshmon që s'ka zot tjetër përveç Allahut. Wahdahu la sharika lah. I vetëm është Allahu. Nuk ka shok. Ha? S'ka shok, as nuk ka ortak, as nuk ka djalë, as nuk ka vajzë, as kur gjë nuk ka. I vetëm është. Sikur shka thojnë kul huwa Allahu ahad. Allahu samet, lem jelid, wa lem juled, wa lem jekul lehu kufuwan ahad. Këtë surë dina përmensh. Kjo është një e treta e Kuranit. Ha? Wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Dhe se Muhammedi a.s. është robi tina edhe pejgamberi Allahut. Ha? Tërë qëto është e qartë. Masën e shka thot wa anna Isa abdullah. Isa a.s. i cili akon para Muhammed a.s. 571 vjetë. Ashtë robi Zotit. Na pra si musliman e besojna Isën që a pejgamber, pi pejgamberve ulul azm, pi 5 pejgamberve shka janë dallu, një pitinve ashtë edhe Isa a.s. Ibnu ummetihi, edhe ashtë dhe thot djali i nanës vetë. E ka pas Isa non, e ka pas Mejremin a.s. Gruja e parë e cila ka me hijen gjennet. Ha? E cila akon e ndershme. Dhe thot qëta e ka pas non. Na i thojna Mejrem, shkiet i thojnë Maria. Qaj ashtë, apëton, Mejremi, Maria, qaj ashtë, apëton. Wa kelimetun elqaha ila Mejrem wa ruhum min. Edhe fjala qka ju ka dhonë nanës Isës a.s. është shpirti pi Zotit. Sukur shka i kena na ketë shpirtin. A kena shpirt na. Kur del shpirti shka bëhet gjenaze bëhet, që apëshe. Shpirti ka shku mo. Të veni vetë, mas e mbet veç trupi. Dhe thot, edhe Isa a.s. shpirti ju ka dhonë të nana e vetë, me fjallën kun feje kun, bëhu edhe e bëhat. Qështu na besojna? Besojna që Allahu dhul gjelal e ka thonë banu edhe ashtë ban, pa babë, se dikush e akuzon Isën, apëtën. Na nuk e akuzojna, na thojna që janë pejgamberi Allahut. A e majtët me në vlezë. Pejgamberi Allahut ka lind pa babë. Sukur Ademi a.s. shka ka lind pa babë edhe pa nëon, e ka kriju Allahu dhul gjelal, edhe Isën që është e ka bojë pa babë. Wa anna gjennetu haq, edhe gjenneti është haq. Wa anna nara haq, edhe gjehenemi është haq. Edkhalehu Allahu l'gjenne ala ma kane min al-amel.
Ha? Ka me shni Allahu dhul gjelal që njerin, qëfar do punët pas bon kjetë? Ku ka me shni në gjennet? Ka një hadith tjetër sukur që ki, ama e ka dhe një vazhdimësi, dvogël. Unë e shpja përmeni që atë vazhdimësin, se ka përmeni Buhariu, edhe Muslimi. Po na për libra qerat hadithit e përmendet. Thot ka me hinë gjennet na për 8 dyrt e gjennetit. Gjenneti ka 8 dyrt që ki do thot, shka beson që të sejnë shka i folum, ka me hinë gjennet na për 8 dyrt e gjennetit. Ti pra, a dëshmon që Allahu është një, edhe s'ka shok? A dëshmon që Muhamedi a.s. është pejgamberi Allahut? A dëshmon që Isa është pejgamberi Allahut? A dëshmon që fjala shka i ka ardhën nanës Isës është hak, me fjalën la ilaha illallah, kun fe kun, bëhu edhe ja bon? A beson që xheneti është hak, edhe xhehenemi është hak? Po, ta di se je pi banorëve xhenetit, inshallah Allahu dhul xhelal na ban pitinve.